Mirë se vini. Sot do të zbulojmë diçka që na prek të gjithëve çdo ditë, por që rrallë herë mendojmë. Sistemin e padukshëm që mbron energjinë tonë elektrike. E po, ai është një lloj heroi i heshtur që punon pa u ndalur prapa skenave, vetëm që ne të kemi drita të ndezura. E pra kjo është pyetja e madhe, apo jo, si ka mundësi që një linje vetme energjie që bie për tokë të mos e zhys të gjithë kontinentin në errësirë? Sepse, duhet ta dini, rrjeti ynë elektrik është jashtëzakonisht i ndërlidhur. Një problem i vogël fare teorikisht mund të shkaktojë një katastrofë të vërtet. Atëherë, si ja bëjmë që kjo të mos ndodh? Okej, ja si do të procedojmë. Fillimisht, do të shohim se ku qëndron rreziku, pra pika e dobët e rrjetit. Më pas, do të takojmë mbrojtësin ton të automatizuar. Do të zbulojmë se si ai i gjen defektet dhe si e izolon dëmin. Pastaj, do të kalojmë te rregullat e lojës, pra parimet e mbrojtjes, dhe në fund do të flasim pse kjo energji është kaq e besueshme për ne. Pra, përpara se të flasim për zgjidhjen, duhet patjetër të kuptojmë problemin. Le të shohim pak brishtësinë e këtij sistemi gjigant dhe të ndërlidhur. Mendojni pak, rrjeti ynë elektrik është si një makinë gjigante, e stërmadhe, e ndërlidhur. Çdo termocentral është i lidhur me çdo shtëpi, çdo fabrikë, çdo spital. Absolutisht çdo gjë varet nga njëra tjetra. Dhe kjo ndërlidhje, e dini, është edhe pika e tij më e fortë, por në të njëjtën kohë edhe dobësia më e madhe. Okej, po çfarë është një defekt? Mund të jetë diçka fare e thjeshtë, një pemë që rrëzohet mbi një linjë elektrike, një pajisje që prishet, ose edhe një rrufe. Mjafton vetëm një incident i tillë dhe bam, krijohet një paqëndrueshmëri, një valë e çuditshme energjie, sikur hedh një gur në një liçen të qetë. Dhe çfarë ndodh më pas? Kjo paqëndrueshmëri fillon dhe mingarkon pjesën tjetër të sistemit. Pjesët më të afërta të rrjetit, të cilat nuk janë bërë për një fluks kaq të madh energjie, nisin të djersin. Ato mundohen ta përballojnë, por presioni është thjesht tepër i madh. Dhe ja ku e kemi, efekti domino. Një pjesë bie, ja kalon ngarkesën tjetrës, e cila bie edhe ajo, e kështu me radhë. Një problem që nisi në një vend fare të vogël mund të përhapet me shpejtësinë e erës nëpër qytete, rajone, madje edhe nëpër shtete të tëra. Wow, mirë, po si e ndalojmë këtë skenar pothuajse apokaliptik? Këtu futet në lojë heroi ynë, një mbrojtës i automatizuar. Mbrojtja e rrjetit, ose Netzschutz, siç e quajnë shpesh në zhargonin teknik gjerman. Mënyra më e mirë për ta kuptuar është ta mendoni si sistemin imunitar të rrjetit. Seriozisht, ai është gjatë gjithë kohës vigjilent, duke kërkuar për infeksione apo kërcënime. Dhe sapo gjen një, vepron menjëherë për ta neutralizuar para se gjithë trupi, pra sistemi, të infektohet. Në rregull, por si funksionon realisht? Le të futevi pak më thellë në mekanikën e tij. Gjithçka nis me hapin e parë dhe më kritikun të gjesh problemin. Pra, kemi këto pajisje speciale që quhen rele. Këto janë praktikisht sytë dhe veshët e sistemit. Ato monitorojnë rrjetin pa ndërprerje, 24 orë sa të ditën, për çdo anomali. Janë të kalibruara të dallojnë shenjat më të vogla të një problemi. Një rritje e befshëm e rrymës, që quhet mbirrym, një qark i shkurtër, ose edhe ndryshime të vogla të tensionit apo frekuencës. Kjo thënie përmbledh në mënyrë perfekte. Detyra parsorë është të njohë defektet, sakt dhe shpejt. Këtu nuk ka vend për gabime. Sistemi duhet jetë absolutisht i sakt dhe ç'është më e rëndësishmja, tepër i shpejt. Pse? Sepse çdo fraksion sekonde ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Okej, defekti u zbulua. Tani çfarë? Tani fillon gara kundër kohës. Hapi tjetër është thelbësor. Duhet izoluar dëmi. Le ta shohim hap pas hapi. Hapi 1, rreshletet janë gjithmonë duke vëzhguar. Hapi 2, sapo ato zbulojnë një anomali, menjëherë në hapin 3 dërgojnë një sinjal, një urdhër shkyqjeje te një pajisje aty afër që quhet ndërprerës. Dhe hapi 4, ky ndërprerës vepron si një çelës gjigant, super i shpejt. Ai hapet dhe praktikisht e shkëput fizikisht pjesën me defekt nga pjesa tjetër e rrjetit. E gjithë kjo ndodh brenda disa milisekondave. Është e pabesueshme. Këtu shihet qartë rëndësia e këtij sistemi. Kur ndodhi një defekt dhe kemi mbrojtje, çfarë ndodh? Një zonë e vogël e lokalizuar shkëputet. Ndoshta një lagje mbetet pa drita për pak kohë, por pa mbrojtje, fillon ai efekti domino për të cilin folëm, dhe mund të kemi një ndërprerje masive që zjat me orë, e ndoshta edhe me ditë. Dallimi është si nata me ditën, literalisht. Por prisni pak. Ky sistem nuk është thjesht i shpejt, është edhe inteligjent. Ai nuk vepron kuturu, ai funksionon sipas disa rregullave shumë të rrepta.
për të siguruar që po bën lëvizjen e duhur në momentin e duhur. Le t'i shohim këto parime thelbësore, këto rregulla të arta. Së pari, selektiviteti. Ç'do thotë kjo? Që sistemi duhet të jetë si një kirurg preciz. Ai duhet shkopus vetëm pjesën me defekt për të minimizuar dëmin. Së dyti, shpejtësia. Këtë e përmendëm, duhet të veproj brenda milisekondave për të parandaluar efektin domino. Së treti, besueshmëria. Këtu nuk ka kompromis. Sistemi duhet të funksionojë sakt, çdo herë një dështim i tij mund të ishte katastrofik. Dhe së fundi, ndjeshmëria. Ai duhet jetë në gjendje të ndjej edhe problemet më të vogla që t'i kap që në fillim, para se të bëhen të mëdha. Këto 4 parime të kombinuara krijojnë një mburojë mbrojtëse të jashtëzakonshme. Mirë, mjaft me teknik, le ta kthejmë bisedën të ne. Si ndikon e gjithë kjo në jetën tonë të përditshme? Pse ka kaq shumë rëndësi? Mendojni pak, ky mbrojtës i heshtur i automatizuar është arsyeja pse spitalet tona kanë energji pa ndërprerje, pse shtëpitë tona janë të ngrohta, pse ekonomia jonë funksionon. Çdo herë që ndizni dritën, karikoni telefonin, çdo herë i besoni këtij sistemi të padukshëm. Ai është themeli i shoqërisë sonë moderne, arsyeja pse ne marrim energjinë elektrike si diçka të mirëqen. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, që shikon nga ardhmja. Rrjeti ynë po ndryshon me një shpejtësi marramendëse. Kemi energji të rinovueshme, makina elektrike, po bëhet gjithnjë më kompleks. Atëherë, pyetja është, si do të evoluojnë këta engjuj mbrojtës për të mbrojtur të ardhmen tonë? Si do të sigurohemi që rrjeti i së nesërmes të jetë po aq i sigurt sa ky i sotmi? Kjo është sfida e madhe për inxhinierët në mbar botën, pikërisht në këtë moment.